Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka pranuar për shqyrtim padinën Ajola Xozës dhe studios së saj të avokatisë, e cila kërkon kthimin e sendeve personale të sekuestruara gjatë hetimeve të zhvilluara nga SPAK. Xoza, bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, kundërshton vendimet e mëparshme gjyqësore që kanë lënë në fuqi sekuestrimin e telefonit dhe sendeve të tjera personale. Sipas saj, kontrollet e ushtruara në banesë dhe në aktivitetet e saj profesionale kanë cënuar parimin e një procesi të rregullt ligjor dhe të kaluar kufijtë e proporcionalitetit. Më herët, në maj të vitit kaluar, Gjykata e Lartë e Shqipërisë kishte rrëzuar një kërkesë të ngjashme për kthimin e telefonit dhe sendeve të sekuestruara. Sipas hetimeve të SPAK, Ajola Xoza po hetohet për disa vepra penale, përfshirë korrupsion pasiv në 9 raste, pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Hetimet lidhen me aktivitetin e saj në subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurse. Dosja në ngarkim të saj po shqyrtohet në themel nga Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar së bashku me çështjen ndaj Erion Veliajt dhe disa biznesmenëve të tjerë të përfshirë në të njëjtin hetim. Ndërkohë, çështja e sekuestrimeve pritet të jetë një nga pikat kryesore të debatit kushtetues, pasi mbrojtja pretendon se provat janë marrë në mënyrë të paligjshme, ndërsa prokuroria kombëgul se ato janë pjesë e një hetimi të një skeme më të gjerë korrupsioni.